Përshëndetje shenja akrepit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi horizonte të largëta dhe muaj mjalti. Duket se ju jeni mes dy ndjesive, njëra që ju shtyn të shihni përtej asaj që keni tani, me kartën horizonte të largëta, dhe tjetra që kërkon kënaqësi, lehtësi, një arratisje nga rutina me kartën muaj mjalti. Është sikur një pjesë e juaja do të largohet fizikisht ose psikologjikisht për të përjetuar diçka më të bukur, më të lehtë. Kjo mund të jetë një dëshirë për udhëtim, një nevojë për pushim emocional, ose tërheqje drejt një faze më të ëmbël të jetës. Ju nuk dëshironi më vetëm të përballoni, dëshironi edhe të ndjeheni mirë. Në familje kemi zonja e privilegjuar dhe narcist. Kjo energji krijon një atmosferë ku gjithçka duket në rregull në sipërfaqe, por në thelb ka një çekuilibër të qartë. Mund të jetë një figurë femërore që e di vlerën e vet dhe kërkon standarde të larta. Por kjo energji kalon në një ekstrem ku gjithçka fillon të rrotullohet rreth saj. Kërkesat, vëmendja, madje edhe aspekti material. Kjo mund të shfaqet si dikush që kërkon më shumë se sa jep, që pret përfitime konkrete, që mund të jenë para apo kushte më të mira dhe që nuk kënaqet lehtë. Për ju, kjo krijon një ndjesi lodhjeje të brendshme, sikur jeni gjithmonë në pozicionin për të plotësuar tekat, pritshmëri që nuk kanë fund ndaj këtij personi. Unë do të thoja që nuk është domosdoshmërisht një konflikt i hapur për disa nga ju, por është një dinamik ku balanca mungon dhe ku ndjesia e drejtësisë vihet në pikpyetje. Kjo javë ju bën më të vetëdijshëm për këtë energji dhe ju shtyn të kuptoni deri ku jeni të gatshëm të jepni dhe ku duhet të vendosni kufi, sepse jo çdo kërkesë që vjen nga familja është e drejtë apo e shëndetshme. Në dashuri kemi personi rrem dhe lëvizja. Ky kombinim kartash tregon një moment ku iluzionet fillojnë të bien dhe e vërteta ekspozohet. Edhe nëse jo gjithmonë në mënyrë të drejtë për drejtë. Ka një ndjesi që diçka nuk është plotësisht e sinqertë. Mund të jetë një person që nuk po tregohet ashtu siç është në të vërtetë, ose një situatë që është mbajtur më shumë për formë se sa për ndjenjë. Dhe pikërisht për këtë arsye vjen lëvizja, një distancim emocional ose një largim gradual ose një ndryshim që nuk mund të shmanget më, është sikur marrëdhënia nuk mund të qëndrojë më në të njëjtën pikë, sepse ajo që është e fshehur fillon të ndihet gjithnjë e më fort. Për ju, kjo nuk është një situatë e lehtë për tu toleruar, sepse ju kërkoni pastërti. Kjo javë ju vendos përballë një zgjedhjeje të heshtur, pra të vazhdoni të mbani një situatë që nuk ju bind plotësisht, apo të lëvizni drejt diçkaje më të vërtetë për ju. Në çdo rast, unë do të thoja që energjia tregon qartë se diçka po ndryshon dhe ajo që nuk është e sinqertë nuk mund të qëndrojë më njësoj. Në punë kemi të dashuruarit dhe manifestim. Këto karta tregojnë një moment të rëndësishëm zgjedhjeje dhe krijimi. Ju mund të gjendeni përballë një bashkëpunimi, një vendimi apo një rrugë që ka potencial të madh për të ardhmen. Dhe ajo që mendoni apo dëshironi po fillon të marrë formë konkrete. Kjo është një energji ku zgjedhjet tuaja kanë peshë. Ajo që vendosni tani mund të ndikojë drejt për drejt në atë që po ndërtoni. Në prizëm orakull kemi krijimtari. Kjo kartë është shumë në linjë me pjesën e punës, do të thoja unë. Krijimtaria këtë javë për ju është mënyra për të dalë nga çdo situatë që ju kufizon. Nuk bëhet fjalë vetëm për art apo ide, por për mënyrën si mendoni dhe se si i qaseni jetës. Ju jepet mundësia të krijoni diçka të re nga ajo që po përjetoni, të ktheni konfuzionin në ide dhe emocionet në drejtim. Me pak fjalë, ajo që krijoni nga brenda jush mund të ndryshojë realitetin tuaj. Paçim.